Edhe ne si drejtori jemi për ta zgjidhur çështjen. Vazhdimisht bëjmë për ta zgjidhur çështjen. Marqetësi, dihen shkaqet e protestës. Atëra do vazhdoni nëse nuk zgjidhet problemi. Po, çdo ditë. Çdo ditë. Çfarë nuk premtojnë ato? Vendime pune, kontributet e papaguara, që 6 vite punem kështu, njëjtën mënyrë. Në momentin sa rrogë jeni minus që nuk e kam paguar. Për 3 shkoj. Сега 10 години, ама сега нищо нема. Цело време 10 години со договор на Со дело. договор на дело, да. Дали нели има најава, нели се најавуваше од министрите за Ние сакаме нешто да се јавуваме, ама знаеш како иде работава. Не можеме баш така да. А има во меѓувреме некои што добиле решение, што биле, По не знаеме сега, се слушаме нешто, ама затоа ние протестираме, затоа. Сега не знам. а биле во добар. Да. Не сме, не. Значи има и администратори, да, медицински персонал, администратори, да, хигиеничари. над 100, значи. Над 100, да. Има колеги и 10 години вака Значи над 10 години, мислам дека колегите што се над 10 години тие требаше да излезат и малце да се борат. Ама тоа е. Se jam parok, që një vjetë jam parok, pa vendime, pa kontrat, pa kur njëse. Një vjetë kom pat kontrat, shtaj nuk kom as njëse. Do vazhdoni të protestoni nëse nuk zgjidhet problemi ju. Po do vazhdojmë që 2 vjetë. Një vjetë kom pat kontrat, që një vjetë jam parok. Pa kontrat, pa kur njëse. Mës e lishojnë vendin e punës. Na kanë thanë e paroga pa kur njëse. Nuk është shaka, ka të iniciative, bani në ato. A e dinë se eleksionierës ka familje edhe E din, amo. me kërimi të fusë. Drejtori, ministër, kam pas takime ju? Drejtori jo, nuk ka pat takim me mu. Би ни кажала на македонски колку време чекате плата? Jutra. Hajde. Колку време чекате плата? Hajde. Edhe godina. Jutra se sa vjet jenë unë, Unë jam 9 vjet për 10 vjet me kontrat në vepër, 4 vjet kam qenë veç pa kontrat, pa rrogë, pa kur gjë, që tash me kontrata, ma që tash s'kemi as kontrata as kur.
Ju keni punu edhe të modularit e poste. Keni pas edhe kolegë tjerë që kanë Po, kemi pas. kontributet që s'kanë. Po, kanë kontribuar edhe kolegët tjerë, ama të njëjtat probleme vazhdojnë. Do vazhdoni me protestat apo si do? Besojmë nëse nuk zgjedhet statusi do të vazhdojmë. Sa ka logjik në momentin kur krejt Evropa kërkon personel mjekësor, motra medicinale, këtu të ne nuk janë bërë. Atë dhe ne duam, ama nuk kemi zgjedhje. Presim, ministrat ndrohen, drejtorat ndrohen, neve nuk na hapin asnjë informat. Qëndronim vendin e punës, do të krihet, ama kur do të krihet atë nuk e di. E keni pasur ministrat të shëndetësisë, ose drejtorës. Jo, kemi tentuar, bisedojmë, po nuk kemi arritur. A keni pasur presion që mos dilni edhe shumë për shkak se edhe shumë Po që tash ajo është e logjikshme, normale. Që 6 vjetë jena me kontratë në vepër. A ju merrni rregull rrogë? I kina marë, po që di muj, për 3 inë që s'kina marë rroga. A ju është premtuar në një vendim e punës? Përse ka zgjatë fare? Ashtë premtoha, ama nuk ashtë realizo. Sa vjetë jeni punë? Sa vjet jeni në punë? Për 6 vite. Pse keni dalë protestoni sot? Proteston për vendin. Të shqyrtohet statusi ja. E i merrni rregull rrogat? Kemi pas ndërprerje, Paguhen as kontributet shëndetësore as pensionale, ndërkohë që Kjo është kontratë në vepër. ku do të zgjidhet Kontratë vepër. ku e gjithë bota ka nevojë për ta. Duhet nëpërmjet ministrisë zgjidhen, jo nëpërmjet meje. Ju keni bërë kërkesë drejtorit. Ne do të bëjmë kërkesë, nuk kemi bërë deri tash, që ashtu ka qenë ajo me vazhdimisht ka qenë që ashtu. Prej 13 vjetë, ka anë për 13 vjetë, dhe me thonë, prej 13 vite vazhdohet kështu. Unë besoj që kjo qeveria ka marrë hapa që të bëje edhe punësimin e gjithë këtive personelit mjekësor, kryesisht, se kjo është shumë ma me rëndësi, personeli mjekësor se mbi e puna shumë, binë repartet pa mjek, pa personel mjekësor, se nuk varet veç për mjekut, po duhet edhe për motra, për teknikët. E pa сега правиме напори, прашуваше колегата за договор на дело. Тоа викам одамна е, имам луѓе овде од 13 години јас сум сретнал, се со договор на дело. Сега со напори на владата ќе се прави реорганизација, ќе се прави огласи да се примат како што треба, да нема више договори на дело. Тоа се надеваме да се направи така. A te dve plate shëndetësat, kako što shvatim, faktički vi ste pobarali zdravstvo, sad čekate od financi. Од здравство добивме одобрение да се продолжат. Прво беше до Нова година, после од Нова година до 3 месец и после од 3 месец до 12 месец 25-та. Ама тоа се договорите, а за овие плати шëndetësme? Платите, ние добивме одобрение само од Министерство за здравство, не сме добили од Министерство за финансии. Тоа се чекаме. Një përgjigje këthysh se prej Ministrisë Financave, Po me shpreh se do bëhet diçka. Kështu. Nuk kemi pas konkret diçka. Kur pritet të arrijë? Po presim këto ditë patjetër bëhet. Vesh të vallkallzoj edhe një fakt. Unë kur e kom nis punën, e kom nisur unë me kontratë në vepër, edhe shkojsha deri në Slatin, edhe s'kom marrë rrogë 16 ditë. Ka ndodhur në ky rast. Këtë fakt do ta tregoj para jush, ta dinë edhe motrat. Po të shkom për një zonë, për një sen. A e drejta e këtive për protestë është e drejtë demokratike, unë nuk e kontestoj punën e këtyre, veç është dashur si grup që duan protestojnë, vinë të njoftojnë me probleme. Kaq. A mund pritet brenda një muaj? Jo, unë e pres brenda mujtarshëm të zgjidhet kjo çështje patjetër. Mendoj qofshi, për Ministrisë Financave, deri tash nuk e kemi marrë atë lejë. Prandaj edhe është prolongu pak puna. Da vi objasnam i na makedonski dekanie kako menadžer na ova klinička bolnica, insistirame da se reši vaši slučaj. Samo što ne do nas, nije sme barale
od Ministarstva za financije da ni odobrat. Pošto smo dobili od Ministarstva za zdravstvo da se produžat dogovorite od 3. mjesec do 12. mjesec. A od financije ušte ne smo dobili. Čekamo svaki den, pravime napori da dobivamo od njih odobrenje, tako što će biti na vreme isplateni. To je poenta. I prvo, ja sam që e kam një vërejtjen ndaj jush, dhe është dash si grup që doni të bëni protest, vini te unë të sjarojmë çështjet, edhe pse i kam informu vazhdimisht unë motrat kryesore se bëjmë përpjekje, mund t'i shohim edhe email-et që kemi bë kërkesat vazhdimisht, po nuk kemi has hala në përgjigje të duhur. Kjo është problemi.